Që? A më sheni? Edhe ka? Qenë. Unë më duke e vogël. Momentalisht unë më duke e vogël. Po, kjo ka thënë që drejtësia është e zënë. Prafa kësaj, shefet edhe ne do ta shfaqim se kush është bosi i gjykatës komerciale. Kush po i mban lëndët pen tipit kësaj. Kush po përfiton nga heshtja e drejtësisë. Hulumtimi mbi një rast të kontestuar në gjykatën komerciale të Kosovës. Do ta kemi ekskluzive, por në fillim të vitit 2026. Një kontratë që është hala më e madhe se sa kjo. Një ekspropriim, një drejtësi që në vend se të mbrojë zgjedh të hesht. Kam shëlguar. Për komercial, Piro Office versus Kosova Shved. Një rast me dokumente zyrtare, kontratat e notarizuara dhe premtime ligjore, por çfarë ndodhi? Kush e theu marrëveshjen? Në shkrumet, volosne dhe gjitha tjerat në radhë. Kush e interesoi pronën nën hije? Kush ishte mashtruesi? Dhe për sa milion bëhet fjalë? Ky hulumtim zbërthan gjithçka. Si u shkelen marrëveshjet zyrtare, si u vendos hipotekë mbi pronat gjatë procesit gjyqësor, pse u refuzua masa sigurisë nga gjykata përkundër rrezikut të qartë për në u zhvillu ngjarjet e tjera të cilat do të kishin edhe pasoja. A është vendimi përfundimtar, një dështim ligjor apo një lojë e kalkuluar mirë? Për këtë azim me këta, çka kemi gjetë ne? Pyetjet që shtrohen pa mëshirë. Me janë: kush po i mban lëndët pezull në gjykatën komerciale? Kush i kontrollon vendimet në këtë gjykatë? A ndikoj politika? Në çfarë forme? Për kë? Ne i dim, po edhe ju do t'i kuptoni. A është ky një rast pasqyrë kapjes së sistemit gjyqësor? Drejtësia zën një seri hulumtimesh që sjellin me vete kontrata dhe dokumente autentike, vendime gjyqësore të dekompozuara me fakte, intervista me palët ekspertët dhe bërime të mirë informuara, gjithçka me vetëm një qëllim: të ndriçojmë një të vërtetë që shumë të dënën të mbetë e fshehur, dhe që nuk është vetëm një rast i izoluar. Shihemi në janar të 2026.